Kosova ka shkruar historinë duke siguruar pjesëmarrje në play-offin e kualifikimeve për Kupën e Botës, një arritje që pasqyron përkushtimin, punën ekipore dhe progres të pandalshëm kombëtar. Ky sukses vjen ndërsa Serbia mbetet jashtë garës, duke rikujtuar se fjalët, narrativat e së kaluarës dhe politika e tensionuar nuk përkthehen në rezultate ndërkombëtare as në diplomaci as në sport. Veprimtari Ramazan Bekteshi, duke komentuar suksesin, citoi shprehjen simbolike të Ramiz Ladrovcit: "O lujta", në vijim, postimi i tij plot: "O lujta, shteti më i ri i Europës, Kosova, hyn me krenari në play-off." Në kualifikimin për Kupën e Botës, një moment historik i ndërtuar me dinjitet, qëndrueshmëri dhe vullnetin e një kombi që refuzoi të zhdukej. Ndërsa Kosova ngrihet në skenën botërore, Serbia edhe një herë mbetet në shtëpi, duke parë një vend që dikur u përpoq të shtypte, të ecë përpara me vetbesim. Historia ka ndryshuar, kombi lindur nga lufta, nga shpërnguljet dhe nga drejtësia ndërkombëtare sot feston përparimin, teamwork dhe sporti, ndërsa Serbia përballet me realitetin e se politika e vjetër dhe narrativa e vjetër nuk përkthehen më në fitore as në diplomaci, as në reputacion, e as në fushën e futbollit. Përse me një paraqitit tjetër të mirë dhe pse jo të synojnë fitoren edhe në atë përballje. No, it's okay. He's fine. Cilën nga kombëtarët do doje të evitojnë në mas, do më thonë për dijet vazoj të kundërshtarët potencial, cilën do doje të evitojnë? We already know the potential opponents on March. Which one you would like not to play against in playoffs in March? Also wir haben jetzt noch ein Spiel am Dienstag gegen die Schweiz. Das ist das nächste wichtige Spiel und danach beschäftigen wir uns dann mit dem Gegner im März. Und wir sind jetzt in den Playoff-Spielen und klar, wenn du in den Playoff-Spielen bist, dann willst du diese gewinnen und da ist es eigentlich egal, welchen Gegner du bekommst. Du musst einfach 2 Spiele gewinnen, um dann dich für die WM zu qualifizieren. So the next important game is on Tuesday with Switzerland, and after this game we will start to think about who will be our next opponent. The plan is to play in the playoff. We of course want to win, and then we will see who will be our opponent. Nuk mund të flas aktualisht për ndeshjet e play-offit. Ideja dhe mendimet e mia aktualisht janë fokusuara tek ndeshja e së martës kundër Zvicrës, aty është gjithë fokusi jonë, dhe tek pas asaj ndeshje do të fillojmë të mendojmë për ndeshjet e marsit, do të shohim se kush do të jenë kundërshtarët, do të fillojmë të bëjmë planifikimet tona. Normalisht qëllimi është se në ato ndeshje të arrijmë fitore, por akoma shumë herët për të filluar të mendojmë për to. Antonia Raja in TV Slowenien, zuerst ich gratuliere Sie für heute. Eine Frage gegen Atmosphäre. Es war wie zu Hause spielen. Was kann Sie gegen das sagen? Es war besser wie in Pristina. Besser als in Pristina nicht, aber ich habe gesagt, dass Kosovo, das ganze Land, stolz sein kann auf das Nationalteam. Aber wir, Trainer, Staff und Spieler, alle vom kosovarischen Verband, wir können auch sehr, sehr stolz auf unsere Fans sein, weil so viele Fans, die uns jetzt hier nach Slowenien begleitet haben, so viele Fans, die in Schweden waren, in der Schweiz, es ist einfach unglaublich und darauf sind wir auch sehr, sehr stolz und das hat man auch auf dem Platz gespürt. Die Fans haben der Mannschaft Energie gegeben, ne? Und diese Energie braucht eine Mannschaft, um dann auch Spiele zu gewinnen. It was not better than in Pristina, but I think that the whole country can be very proud of the team. All of us who work with the team can be very proud. There was really a lot of fans here in Slovenia and also in Sweden, and these fans give to the team a great energy. Atëherë pyetja është nëse numri i madh i shikuesve që mbështesin Kosovën sonte dhe tifozët Kosovës bëri trajnerin dhe skuadrën të ndjetë sikur po luajnë në Prishtinë.
Përgjigja është jo nuk mund të them që është atmosferë si në Prishtinë ose më e mirë se sa në Prishtinë kur luajmë si një goqir, por mund të them që është një atmosferë fantastike edhe këtu dhe jam shumë falendërues për gjithë shikuesit e shumë që binë për ta përkrahur skuadrën tonë. Unë në krye të stafit të trajnerëve, futbollistët, por edhe gjithë Federata e Futbollit të Kosovës dhe gjithë njerëzit janë shumë falendërues dhe krenar me numrin e madh të spektatorëve dhe shikuesve që kemi pasur kudo që kemi luajtur në Zvicër, në Suedi, por edhe sonte këtu dhe kjo tregon krenarinë që e ka tërë populli i Kosovës me ekipin e vet kombëtar.